Ma bëni mu, fruti me kollajta, se unë i fitoj 100.000 lekë në ditë, më tha mu këtu. Pas një leje ose sedra kunatit, da bëri me një biznes, Jo, da futin biznes. Kunati ma dha, po nuk e fillova kur ma dha kunati. Pra, kunati e mora leje dhe e mbaja në gjep të shletje. Kunati më tha, mere ta kesh, nuk tha bëjë nesër. Dhe unë e mora leje, në futa në gjep. Dhe një ditë shkoj ke pazari i ri, kur shof një shokun tim të fëmiris, Franco Gazelin, që bëm kioskën bërë. Si që ishte koha visishim qikë më ndryshe se tjerë të dy kështu të regull, dhe ky kështë marrë një thes me kafe, e kështë vënë aty në mes dhe shiste kafe me peshore. Edhe unë si që, o Franco, qa bëk shumë se na fliqe. Në kollare tani, edhe imagjinote këtë u shit kafe në rrugë. Edhe i thërë, qa bëmë se na fliqe? Ma bëni mu, fruti me kollare, se unë i fitoj 100.000 lekë në ditë, më tha mu këtu.